Një 15 vjeçar rezulton të jetë larguar nga banesa e tij. Denoncimi në policinë e Shkodrës ka ardhur nga nëna 51 vjeçare, e cila ka bërë me dije se djali i saj është larguar nga shtëpia pa u rikthyer. Strukturat policore po punojnë për gjetjen e të miturit. Ndërkohë në 24 orët e fundit, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan një 39 vjeçare pasi u kap duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare proceduan një 60 vjeçare pasi në lokalin që administronte në Shirok u konstatua se kishte punonjës të pasiguruar në tatime dhe nuk lëshonte kupon tatimor për shërbimet e ofruara. Një 45 vjeçar banues në Shkodër u procedua pasi në lokalin e tij në Shirok, edhe ky i fundit rezultonte se nuk lëshonte kupon tatimor dhe kishte punonjës të pasiguruar. Ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve nisën procedim për një 58 vjeçar pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj nënës së tij. Në Vallën e Dejës u procedua një 31 vjeçar pasi dyshohet të ketë ngacmuar seksualisht një 23 vjeçare. Ndërkohë policia kufirit dhe migracionit në Shkodër referoi materialet në prokurori ku nisi procedim për një 20 vjeçar banues në Maltëzi për veprat penale, falsifikimi i dokumenteve, drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt, pasi u paraqit në Muriçan në dalje të Republikës së Shqipërisë me një leje drejtimi e cila dyshohet të jetë falsifikuar. Për të gjitha këto raste, materialet i kaluan prokurorisë për veprimet mëtejshme.